Unë po du me shpresu që nuk ka njerës cilët nuk bojnë analiza rutinore dhe nuk e kanë diagnostiku problemin e tyre, por për me eliminu këtë rrezik, du me të pyet për fund cilat janë simptomat që një person mund të ketë Hashimoto dhe që duhet të lajmërohet te endokrinologu. Se a ka Hashimoto, a ka smundje autoimune tiroidës, nuk do me thonë veç në bazë simptomave. Do me thonë mundet mës me pas simptoma fare. Dhe mundet krejt rasisht, thash në analiza që ka bo, me i dalë antitrupat e rritun edhe me u paraqit të endokrinologu. Mirë po, nëse funksioni i tiroidës ka fillu me u ullë, edhe ka fillu me ra niveli i hormoneve të tiroidës që po prodhon. Pra atër fillojnë ato simptomat e mungesës së hormonit. Dhe ato janë, dhe më thënë, për shkak se këto janë hormonet të cilat nuk veprojnë vetëm në një organ ose në një grup qelizave, po çdo qelizë e trupit është e mvarur, funksioni i çdo qelizë e trupit është i mvarur prej këtyne hormoneve, atëherë atakon krejt sistemet, atakon çdo qelizë trupit, duke fillu prej thonit e deri te floku. Do me thonë, mundet me pas ankesa edhe në funksion të zemrës, mundet me pas ankesa edhe në funksion të trurit, që do me thonë vinë prej sistemit nervor, mundet me pas edhe në sistem digestiv. Do me thonë, nuk është e kursyme asnjë qelizë e trupit se për çdo qelizë nevojiten këto hormone. Dhe mundën me qenë edhe ankesa të lloj-llojshme, po të gjitha janë në drejtim të ngadalësimit të funksionit të qelizave. Do me thonë, në një, fillon me qenë ma i deprimum, do me thonë ma në depresion, në dy, ma i lodhun, i përgjumon, bile thojnë, do me thënë, pacientat e tregon, thot, mas dite, unë veç këshyri jastë ku ka me ra, edhe me flajt. Pastaj, kanë jashqitje ma të ralla, shtojnë pesh për kundër faktit që ata po vazhdojnë me hongër njëjtë, me pas aktivitet njëjtë fizik. Kanë lëkur të thatë, kanë ramjet flokëve, tharje edhe të flokëve, po edhe ramje të flokëve. Pastaj, te femrat ka dhe çrregullim të ciklit menstrual. Fillon mës me qenë i rregullt. Femrat që pretendojnë shtatzani kanë vështërsi me mbet shtatzane. Dhe një prej paneleve të analizave që kërkohet te femrat kur planifikojnë shtatzani është obligative dhe hormonet e tiroidës, është një prej faktorëve që mundën me pengu fillimin e shtatzanis. Pastaj, mundën me pas rregullim të ritmit të zemrës. Do me thonë, thot, pinisi ka përcime të zemrës. Këto janë ato kryesore, mirë po, asnjë qelizë nuk është e kursyme prej simptomeve dhe asnjë sistem. Që nuk duhet me prit, po e thamë, nuk duhet me prit simptome. Specifikisht në simptome, nuk duhet me prit simptome dhe njëherë në vit rekomandoj të gjithve që në analiza rutinore, cilat besoj që që kemi mrive disimin në atë nivel që njën vit duhet me bo analiza çdo person, duhet me u bo edhe paneli për tiroide. Paneli dhe i hormonet për tiroide.